Mirëmbrëma të gjithëve, sapo përmbyllëm mbledhjen e Komitetit të Emergjencave Civile në nivel qarku për qarkun e Shkodrës, mbas shpërndarjes së detyrave në nivel kombëtar, vendosëm që të gjitha forcat dhe kapacitetet në zonën e veriut mund të bënim një rishpërndarje dhe një dislokim, sidomos pranë bashkive Shkodër Vaudez, por pa harruar edhe bashkitë e tjera të qarkut. Evidentuam sot gjatë pasdites disa masa parandaluese që janë duke u ndërmarrë edhe në këto momente, qoftë nga pikpamja e bordeve të kullimit, dislokimin e mjeteve të tyre në funksion dhe në mbështetje të bashkive të qarkut, për t'i pasur në dispozicion në çdo rrethan për sa i përket qoftë hapjes së kolektorëve, qoftë eventualisht edhe në raste rreshqitjesh kur ka vërshime të lumenjve dhe në zona rurale me akses të vështirë. Gjithashtu kemi vendosur edhe rritjen e kapaciteteve pranë repartit Vaudez, i cili do funksionojë edhe si një bazë mbështetëse emergjencave civile për bashkitë e qarkut. Kemi mjetet kalueshmërisë së lartë, ekskavator, personel shtesë në bazë që do jetë në dispozicion, pompa thithëse të kapacitetit të lartë, gjeneratorë që do jenë në dispozicion dhe ato me një kërkesë të thjeshtë të kryetarëve të bashkive dhe nën mbikëqyrjen e prefektes së qarkut. Evidentuam se ç'është e vërteta janë bërë punime her pas here gjatë këtij viti, që na bëjnë optimist si nga pikpamja e kolektorëve të hapur nga bashkia e Shkodrës, punime mirëmbajtëse të kanalizimeve, qoftë në Shkodër qytet, qoftë edhe në zonat dhe njësive administrative përreth. Gjithashtu kemi evidentuar edhe menaxhimin perfekt, do thoja unë, që është bërë kaskadës së Drinit në 3 nivelet e hidrocentraleve, çka na japin optimizëm për ditën e nesërme, pasi presim gjatë natës që të fillojnë vërshimet dhe kemi një pasqyrë, besoj unë, më kuptim plot tashmë për mënyrën se si do operojnë edhe hidrocentralet për të pasur ato rezervën e duhur dhe mos detyrohen që të shkarkojnë gjatë 48 orëve, në fakt që do jenë 48 orë intensive. Këto nga pikpamja e çfarë akorduam sot, me pak fjalë rritjet gatishmërisë mjete, rritjet gatishmërive në personel dhe një infrastrukturë kullimi e rikualifikuar që besoj se na çon në kushte gatishmërie më të plotë se sa vitet e tjera. Pak ditë më parë pati një përmbytje në bashkinë e Vaudez nga Projglinës dhe vetë bashkia Vaudez bëri me dije që ka aplikuar disa herë për një projekt dhe nuk është miratuar, nuk është ndërhyrë. Jemi në fazën kur ka diçka konkrete, me qenë se këto rreshje mund të rikthejnë përmbytjet në këtë bashki dhe së dyti për Shkodrën. Rreziku më i madh ndër vite Shkodra nga 2010 e ka nga hidrocentrale. Ju e tha që ka një menaxhim të mirë këtyre, por jemi në kuotat kur mund të përballojnë këto rreshje apo ka rrezik që të ketë shkaktim? Po i përgjigjem me radhë për sa i përket nevojës në projin e Glinës për ndërhyrje parandaluese. Projekti është marrë në dorëzim nga Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile dhe besoj se jemi në kushtet ku mund të sigurojmë financimin, fillimin e financimit pak, se është projekt i gjerë në disa lote, në disa faza për vitin që vjen, në mënyrë që ti shkojmë në ndihmë komunitetit, po edhe ç'është e vërteta edhe vetë bazës së Vaudezit, sepse edhe ajo bazë preket nga kjo situatë. Për ta parandaluar situatën, ne kemi shtuar mjetet, kryetari i bashkisë bashkë me bordin e kullimit kanë shtuar mjetet në terren, pikërisht për të parandaluar në një situatë në ditët në vijim, duke ditur që duhet një investim domethënës atje në mënyrë që të eliminohet si problematik tërësisht. Gjithsesi ne mbetemi nga gatishmëri për sa i përket ardhjes në ndihmë të popullsisë dhe të gjithë zonës së banuar që sapo përmendët. Për sa i përket pjesës së Shkodrës, besoj se janë bërë 2 elemente thelbësore. Para njëherë rikualifikimi, hapja e kolektorëve që kanë qenë, do thoja unë, ndër dekada të mbyllur dhe këtu ja vlen të theksohet puna e mirë që është bërë nga bordi i kullimit dhe nga bashkia e Shkodrës në këtë drejtim, çka e vë qytetin në një pozitë më të favorshme. Menaxhimi i kaskadës e përmendët dhe ju, kemi qenë në kota, do të thoja unë, optimale nga pikpamja e emergjencës civile, jo optimale detyrimisht nga pikpamja e prodhimit të energjisë, por tani është ajo pjesë e sezonit ku do të mbushen patjetër të gjitha kuotat dhe menaxhimi cilësor i tyre na bën dhe ne optimist për të menaxhuar të paktën vërshimin e lumenjve përreth.
Faleminderit juve.